Edhe dua t'ju pyes se diçka para se me kalu edhe tek zgjedhjet tonë. Është një gjë që u përmend tu është cenimi i mund të them kështu të pozitës së kryetarit të disa komuna që ka qenë në dyshim që do të shkojnë realisht edhe pa balotazh. Po flasim për mandate disa vjeçare që kanë pasur kryetarët dhe një gjë e tillë pastaj edhe mbetet të shihet çka do të ndodhë tutje në balotazh, por që sigurisht kemi parë pra edhe qëndrimet e tyre që kanë qenë pothuajse të njëjta. Pra, nuk kemi parë diçka më ndryshe në këtë pjesën e para zgjedhjeve, pra para balotazhit. Po flasim se komuna këtu ka qenë edhe peja ndërta që ka shkuar në balotazh. Nisar për nisim me ty shkurtimisht. A është mira keq kjo që i kanë cenuar, po nuk ka kanë lënë një mandat tjetër pa balotazh? Jo, është e mirë. Është në thash edhe në hyrje që është shumë e mirë, ju ka tregu që ndoshta qytetarët nuk janë fort kënaqur me atë që kanë bë për vitet e tona kryetarët. Është për gjëna për disa kryetarë definitivisht që kanë shkuar në balotazh, të cilët ndoshta kanë pas mandatin e parës edhe të dytin në udhëheqjet e komunave. Po, unë po besoj që unë e kisha vendosur me ligj ma shumë se 3 mandate nuk e kisha leju asnjë person me kryetar komune, sepse përveç që konsumohen ata individ, nuk është që kanë me pas mundësi mas nej edhe me ofru diçka ma shumë se ti nëse definitivisht për dëmë. Është më kalu zgëzën. Po do me i përmbyllë mendimet shpejta, se s'kemi asë shumë kohë. Si që e ka për shembull presidenti me kushtetut një mandat ose 2 të njëjtën gjë e kisha bë edhe për kryeministër, po ndoshta edhe për kryetar komuna, pasi që nëse ti nuk je në gjendje për 12 vjet në 3 mandate me ofru zgjidhje